Në atë kohë ishte një trimëri e madhe të dëshmoje për Krishtin, sepse Perëndëria romake e kishte shpallur si armik këtë gjë, si diçka që do shkatërronte besimin e tyre dhe ndoshta edhe perëndërinë e tyre. E Shën Asti pati një vizion që Zoti e lajmëroi që shumë shpejt do bëhej një martir. I tha klerikëve dhe diakonëve që kishte afër që të shkojnë të fshihen kudo që të jenë, e tha që unë duhet vuaj, thot, për Krishtin. Dhe arrestuan dhe detyruan që të fali Dionisit, perëndis pagane të asaj kohe, por hierarku i shenjtë qëndroi i fortë. Qëndroi i fortë duke rrëfyer vazhdimisht Krishtin. Dhe mbas torturave shumë të mëdha, duke rrahur me shkopa plumbi, me kamzhik të bërë nga deje kau, ai nuk u dërzua. Dhe guvernatori asaj kohe, Agricola, vendosi që ta kryqëzonte. Po jo vetëm ta kryqëzonte, po dhe ta torturonte në një mënyrë shumë të dhimbshme. Merrni me mend ishte 6 korrik, një vap e madhe, siç është në mes dhe në këtë kohë, e vu në kryq, e çveshën, ja liu trupin me mjalt, dhe mira, grenza, miza e gjithçka tjetër fillonin e pickonin, gjersa dha